dhe shkojmë në Malsi. Nëse duam të kuptojmë vërtet shpirtin e shqiptarit me gjitha virtytet e mikpritjes, besikris, shkojmë në Malsi. Por e bukra është që Malsia ka ardhur për ditëlindje të komandantit Muj Krasniqit këtu në Klinj, pikrisht për të sjellur figurën emblematike të pavarësisë së Shqipërisë të vitit 1912, 8 Xholuli, një emër ky i madh i kombit shqiptar që me aq krenari e mban ansamblit 8 Xholuli që janë në prag të festimit të 50 vjetorit. Plot 5 dekada, ky ansambël ruan vlerat e jashtëzakonshme si këngën Maje Krahu dhe Xhubletën që tashmë është pjesë e mbrojtur nga UNESCO. Me duarllukitjet tuaja ftojmë në skenë 8 Xholulin nga Tuzi.
E bani gjyllë që t'nipat e Kastriotit, shkjeve të Balkanit kur të rrinë pasotit. Po, për shqiptar kësnu e ka Evropa, që shinja atyre e urë të rrinë për dhe, të cilët kisha tua kanë rënua me topa, e ndjep poshtjet e njoma jau kanë prej. Qitë njerë të të basha jau kanë korit për dhunim, dhe rruga shpami kanë me deku nunin. E në gjuhë të huaj të shqiptar të të